Kalaja Rozafa ishte një nga pikat e preferuara për gratë dhe vajzat në ditën e 8 marsit. Nuk munguan as ato me foshnjë që kishin udhëtuar nga Tirana, Elbasani e qytete të tjera për të kaluar 8 marsin në Shkodër, duke nisur vizitat me Kalan Rozafa. Nga Tirana, një qytet i bukur me histori dhe vendosëm të vini me koleget. Po 8 marsin në Shkodër? Po, pse jo? Një qytet i bukur me kulturë shumë bukur të veçantë. Nga Tirana vim, me qenë se është një qytet që se kishim vizituar më përpara dhe vendosëm të vinim këtu. Sidomos për Rozafën, për flijimin që ka bërë. Mes shumë vizitorëve të kësaj dite ishte edhe një grup mësuesesh nga Elbasani së bashku me nxënësit e tyre, për të cilët Kalaja Rozafa ka një simbolik të veçantë, siç shprehet edhe njëra nga mësueset. Unë jam Dhurata Kita. Kemi ardhur për një vizitë në qytetin e Shkodrës, qytet me vlera, plot kulturë. Tetë interesant dhe nga pikpamja historike për të vizituar. Nuk ka më bukur se ta festosh 8 marsin në Shkodër, ku është qyteti traditës dhe mos të harrojmë atëherë kur të gjithë ishin të mbyllur, Shkodra shëtiste e tëra me bicikleta, pra kishte një liri tek femra. 8 marsi mund konsiderohet si fest, por gjithsesi nëse ne duam të flasim për festat apo për vlerat e 8 marsit, atëherë duhet të japim vlerat e vërteta të femrës. Dhe dikur pikërisht kjo kala ku jemi ne sot, e ka sakrifikuar një femër. Arsyeja e sakrificës së kësaj femre ishte, le të themi, besa, ose teka e një burri në moshë të thyer, apo jo? Ose në emër të ndërtimit. Gjithsesi sot, ne femrës i kemi dhënë vlera të tjera dhe e kemi ngritur atë në piedestal. Edhe turistët e huaj ishin të shumtë këtë të shtunë në Kalan Rozafa, pjesa dërmuese e tyre të ardhur nga vendet aziatike. Gjatë këtyre 2 muajve, Kalaja Rozafa është vizituar nga 7.000 turistë, një tregues domethënës i gjallërimit të sektorit turistik edhe gjatë periudhës së dimrit.